Përshëndes sërish të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht një me titujt kryesorë. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron Europa po shembe drejtohet nga lider të dobët që nuk dinë se ç'bëjnë. Deklaratat e Ramës për drejtësinë, shoqata e gjyqtarëve cilëson presion politik ndaj veprimtarisë së saj. Rama replikon me gjyqtarët, u godit funksioni im, gaboni nëse mendoni se do mbyll gojën. Vrau Martin Canin 16 vite burg për autorin Mario Perleshaj, babai, djali s'na kthehet, por të paktën u bë drejtësi. 11 vota pro dhe asnjë kundër, oficeri i policisë gjyqësore Joni Keta zgjidhet në krye të byros kombëtare të hetimit. Me leje për fushat, Birn zbulon si u përdor administrata për zgjedhjet e 11 majit. Zelenski, Ukraina nuk ka të drejtë morale ose ligjore t'i dorëzojë territore Rusisë. Evropa është një grup kombesh në rënje të udhëhequra nga njerëz të dobët. Deklarata erdhi nga presidenti amerikan Donald Trump në një intervistë për Politico. Mendoj se ata nuk din çfarë bëjnë, deklaroi shefi i shtëpisë së bardhë, duke theksuar se është e tmerrshme ajo që po i ndodh Evropës. So Politico has named you as Presidenti amerikan Donald Trump e quajti Europën si një grup kombesh në rënje të udhëhequra nga njerëz të dobët në një intervistë me Politico, duke nënçmuar aleatët tradicional të SBA-s për dështimin në kontrollin e emigracionit dhe përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë. Which country right now is in the stronger negotiating position? Well, there can be no question about it. It's Russia. It's a much bigger Dhe duke sinjalizuar se ai do të mbështeste kandidatët politike europian të përafruar me vizionin e tij për kontinentin. Mendoj se janë të dobët, tha Trump për udhëheqësit politik të Europës. Por gjithashtu, mendoj se ata duan të jenë politikisht korrekt. Mendoj se ata nuk dinë çfarë të bëjnë, shtoi ai. Europa nuk di çfarë të bëjë. Komentet e Trumpit në lidhje me Europën vinë në një moment veçanërisht të pasigurt në negociatat për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, ndërsa udhëheqësit europian shprehin alarmin gjithnjë e më të madh se Trump mund të braktisë Ukrainën dhe aleatët e saj kontinental përballë agresionit rus. You know, a lot of people are dying, so it would be really good if he'd read it. His people love the proposal. Unë dëshiroj të shoh një Europë të fortë. Shikojeni Suedin. Nuk po e nënvlerësoj Suedin, e dua Suedin. I dua njerëzit e Suedis, por ata kalojnë nga një vend pa krime në një vend me shumë krime. Tani, shikoni Gjermaninë. Gjermania ishte pa krime dhe Angela bëri 2 gabime të mëdha, emigracionin dhe energjinë. Unë shoh çfarë po ndodh, ma raporte që nuk do t'i shihni kurrë, dhe mendoj se është e tmerrshme ajo që po i ndodh Europës. Europa mund të jetë një vend krejtësisht i ndryshëm, dhe mendoj se populli evropian duhet të bëjë diçka për këtë. They haven't had an election in a long time, you know, they talk about a democracy. Trumpi përshkroi qytetet si Londra dhe Parisi si të varura nën barrën e emigrimit nga lindja e mesme dhe Afrika. Pa një ndryshim në politikën kufitare, tha Trump, disa shtete europiane nuk do të jenë më vende të qëndrueshme. But what a sad thing for humanity. You know, this doesn't affect us. Pas kritikave të Trump dhe strategjisë SBA për Europën, reagoi kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili tha se Europa duhet të bëhet më pak e varur nga Shtetet e Bashkuara. Merz shtoi se kur bëhet fjalë për mbrojtjen e demokracisë në Evropë, kombet evropiane do të marrin vetë përgjegjësitë. Pas kritikave të Trump dhe strategjisë së re amerikane për Europën, reagoi kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili tha se Europa duhet të bëhet më pak e varur nga Shtetet e Bashkuara. Merz shtoi se kur bëhet fjalë për mbrojtjen e demokracisë në Europë, kombet evropiane do të marrin vetë përgjegjësinë. Nuk shoh nevojë që amerikanët të duan tani të shpëtojnë demokracinë në Europë. Nëse do të jetë e nevojshme ta shpëtojmë atë, ne do ta menaxhojmë këtë vetë, tha Merz. Pyetja se çfarë do të thotë kjo për bashkëpunimin tonë në siguri është padyshim pyetja më e rëndësishme. Kjo konfirmon ndersimin tim se në Europë dhe për këtë arsye edhe në Gjermani duhet të bëhemi shumë të pavarur nga SBA-ja në aspektin e politikës së sigurisë, theksoi kancelari gjerman. Sipas tij, qëndrimi amerikan nuk është surprizë, por tani është konfirmuar edhe një herë, është dokumentuar
Kjo është strategjia e re amerikane dhe sigurisht Amerika e para është veçanërisht e dukshme këtu, theksoi kancelari gjerman. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 16 vite burgim vrasësin e Martin Canit në afërsi të shkollës Fanoli në kryeqytet. 14 vjeçari Mario Përleshaj u shpall fajtor për 2 vepra penale. Babai Martin Canit tha se ky vendim është rrezë drite për familjen e tij, megjithse dhimbja mbetet e pakrahasueshme. Gjykata e Tiranës dënon me 16 vite burg Mario Përleshajn, autorin e vrasjes me thik të 14 vjeçarit Martin Cani, në tetor të vitit të kaluar në Tiranë, pranë shkollës 9 vjeçare Fanoli. Për të Prokuroria e Tiranës në pretendë kërkoi dënimin me 25 vite heqëlirie. Përleshaj u shpall fajtor për 2 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj Martin Canit, si dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë ndaj një të miturit tjetër që mbeti i plagosur, Luis Meçe. Pas vendimit të gjykatës, prindrit e Martin Canit shprehen se dhimbja për humbjen e djalit të tyre nuk shuhet edhe nëse dënimi do të ishte me burg për jetë. Besoj se kodi për të mitur përgjysmohet. Besoj që kanë nxjerrë një rrezë drite për Martinin dhe për Luizin. Gjithsesi dhimbja jonë është e pakrahasueshme. Nuk krahasohet sikur edhe burgim përjetshëm të ishte, është e pakrahasueshme. Avokati mbrojtës i familjes Cani deklaroi se sot drejtësia u vu në vend. Nuk është çështje dënimi, është çështje drejtësie, çështje për të mbrojtur 2 të mitur apo shumë të mitur, të cilët janë të rrezikuar çdo ditë nëpër shkollat shqiptare, dhe kjo do të jetë mesazh për qeverinë shqiptare, për ato institucione arsimore të cilët mbajnë, edukojnë fëmijët e gjithë kujt, e gjithë qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë. Sherrri mes 2 adoleshentëve nisi brenda ambienteve të shkollës e në përfundim të orarit mësimor, 14 vjeçari Martin Cani u vra me thik nga bashkëmoshatari i tij, Mario Përleshaj. Ngjarja tragjike nxiti reagime të shumta me protesta marshimi në Tiranë. Në qytetin e Durrësit u mbajt sot një protest për 15 vjeçarin Erion Boba, i cili ndërroi jetë disa ditë pasi u godit me thik nga një bashkëmoshatar në zonën e Ish-Kënetës. Halla e 15 vjeçarit Barie Boba, teksa kërkon drejtësi për nipin e saj, ju bën thirrje qytetarëve të bashkohen në protestë që të mos ketë më raste të ngjashme me ato të Erionit apo Martinit. Disa ditë pasi 15 vjeçari Erion Boba ndërroi jetë si pasojë e plagosjes me thik nga një 14 vjeçar me të cilin u konfliktua, familjarët e tij protestuan në Durrës duke kërkuar drejtësi. E zhgënjur për pjesëmarrjen e ulët të qytetarëve në protestë, halla e të miturit Barie Boba thot se adoleshentët po vriten pikërisht nga neglizhenca e shoqërisë. Sipas saj, thikat mbi Erionin dhe Martinin janë goditje për gjithë popullin që hesh ndaj dhunës. Kjo heshtje dhe kjo neglizhencë e këtij populli përpara një fatkesie kaq të rëndë, mendoj se tregon një rënje të ndërgjegjes njerëzore, të dhimbjes, madje do them dhimbjes kombëtare. Neve na iku djali, nuk na kthehet më ai djalë, sikur bota të përmbyset. Nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Thikat e Erionit mund të jenë thikat e dikujt e një fëmie tjetër nesër, e lut Zoti që mos i ndodh kujt më. Ndër të tjera, halla e Erion Bobës thot se janë shpresë pak sa i takon vendimarrjes së drejtësisë, pasi ngjarja është tjetërsuar që në krye të herës. Edhe drejtësia për Erionin është shumë e vështirë. Nga gjithë rastet që ka pasur më përpara, është abuzuar me të vërtetën. Cila është e vërteta juaj? E vërteta jonë është që Erioni ka qenë krejtësisht i pafajshëm, një fëmijë i urtë, një fëmijë i dashur, një fëmijë që nga shkolla shkonte edhe në punë, ishte edukuar me punën, ishte edukuar me normat e familjes dhe jo të rrugës. Një qytetar që mori pjesë në protest thot se vëmendja e prindërve dhe institucioneve arsimore ndaj fëmijëve ka pësuar rënje, gjë që ka shkaktuar shtimin e rasteve të dhunës mes tyre. Nuk po rritet një brez edukativ, po agresiv, sepse nxënësit shkojnë në shkollë pa qanta dhe kur mori qanta nuk mori libra fletore, por morin thika e municione. Askush s'interesohet se ç'bën fëmia, se çfarë ka fëmia.
Protest për Erion Bobun u mbajtë edhe në qytetin e Bulqizës më 7 dhjetor, ku i shokët e tij të shkollës kërkuan që institucionet të marrin masa më të forta për parandalimin e konflikteve, ofrimin e mbështetjes psikologjike dhe krijimin e hapësirave të sigurta, ku adoleshentët mund të shprehen dhe të kërkojnë ndihmë. Erion Boba u godit 4 herë me thik nga një 14 vjeçar pas një shtërri të nisur në rrjetet sociale, ngjarje që ndodhi më 25 nëntor në zonën e Ish Kënetës në Durrës. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve ka shprehur shqetësim për qasjen e kryeministrit Edi Rama mbi çështjen e Belinda Balluku, duke i lexuar deklaratat e tij si mesazhe pas të cilave fshihet presioni ndaj organeve të drejtësisë. Shoqata thekson se gjyqtarët i nënshtrohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve dhe bën thirrje për zyrtarët që të respektojnë pavarësinë në vendimarrjet e tyre. Këshilli i Ministrave ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimin e GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut dhe kryeministri Rama refuzoi zëvendësimin e saj në kabinet deri në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Ndërsa pritet vendimi i kushtetueses për këtë kërkesë, në avokaturën që i bën Belinda Ballukut, kali i betejës së kryeministrit është parimi i ndarjes së pushteteve dhe rreziku i një precedenti unik dhe kërcënues. Lidhur me këtë qëndrim të kryeministrit, Shoqata e Gjyqtarëve ka shprehur shqetësim dhe në deklaratat e tij lexon një mesazh të fshehtë presionin ndaj organeve të drejtësisë. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematikë, e cila është pjesë e jurisdiksionit të pushtetit gjyqësor, nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga ai gjyqësor. Në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klim mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata e Gjyqtarëve sjell në vëmendje raportet e Komisionit Evropian për Shqipërinë, ku adresohen shqetësime për ndërhyrje dhe presionin ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtarë të lartë publik dhe politikanë. Vendime gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime, pasi sistemi demokratik i qeverisjes vepron brenda kufive që i përcaktohen nga standardet e shtetit të së drejtës dhe zbatuesit final të këtyre standardeve janë gjyqtarët. Në këtë kuadër, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë fton dhe i kërkon secilit zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera që të respektojë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohet nga çdo sjellje që e cënon atë. Kryeministri Rama ka deklaruar se nuk do ta zëvendësojë Belinda Ballukun derisa gjykata kushtetuese të flasë. Ai ndërkohë vijon të numëroj publikisht kostot, duke nisur nga bllokimi i akteve të ministrisë që drejton Balluku, marrëveshjet të mbetura pezull dhe bllokimin e punës së ARSH-s dhe Keshit, drejtuesit e të cilëve ndodhen në arrest shtëpie dhe nuk mund të zëvendësohen pasi ministrja përgjegjëse për emërimin e drejtuesve të rinj është në pamundësi për të ushtruar detyrën. Kryeministri Rama reagoi me tone të ashpra ndaj shoqatës së gjyqtarëve, duke hedhur poshtë akuzat për presion ndaj kushtetueses. Ai deklaroi se nuk do të hesht, pasi është vetë palë në çështjen e pezullimit të Belinda Ballukut, ndërsa akuzoi shoqatën për një kërkesë skandaloze për rritje pagash. Përplasja po vjen vetëm pak ditë para vendimit vendimtar të 12 dhjetorit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar menjëherë dhe ashpër pas deklaratës së Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve, e cila e akuzoi për presion ndaj sistemit të drejtësisë dhe gjykatës kushtetuese në lidhje me pezullimin e Belinda Ballukut nga GKK. Sipas Ramës, shoqata ose nuk kupton kuptimin e fjalës presion, ose zgjedh të mos reagojë kur, siç thot ai, të tjerë kanë ushtruar prej vitesh presion ndaj njerëzve të drejtësisë. Shoqata e Gjyqtarëve ka bërë deklaratë për të ankuar për presionin tim ndaj kushtetueses. Dy mundësi ka këtu: ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, sepse nuk i kam parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë njerëzve të drejtësisë, ose e din që kur ankohen për mua nuk u hyn gjëm në këmbë sepse nuk jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, po luftoj për ta, madje duke i përtypur në heshtje, si çështje të pavarësisë së shpallur botërisht në reformën në drejtësi, edhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit, në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti.
Kryeministri thekson se këtë herë nuk mund të hesht, pasi ai është palë në çështjen që po shqyrton kushtetuesja dhe vendimarrja e GJK prek pavarësinë e funksionit të kryeministrit, të votuar nga afro 1 milion shqiptar. Mirë po gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojen e të mos ndaj me publiku në opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj, me votat e afro 1 milion shqiptarëve, është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Rama ju kujtoi gjyqtarëve rritjen e pagave që kanë kërkuar, duke cilësuar si lëvizje skandaloze procedurën e kërkesës. Shoqata e gjyqtarëve duhet ta di që do të gabonte po kaq shumë sikur të priste heshtjen time për kërkesën e saj skandaloze dhe të përsëritur ndaj gjykatës kushtetuese për rirritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë të parlamentit. Heshtja ime herën e parë përpara se të merrej ai vendim, befasisht i turpshëm, nuk do të përsëritet këtë herë, kur me rikërkesën në fjalë shoqata e gjyqtarëve po tenton të marrë nga buxheti i shtetit, duke anashkaluar qeverinë dhe parlamentin një rritje të re prej plot 1.600 eurosh. Po, 1.600 euro plus pagës aktuale të pagave të magjistratëve e të këshilltarëve të tyre. Reagimi i kryeministrit vjen vetëm pak ditë para vendimit që pritet të marrë më 12 dhjetor gjykata kushtetuese për pranimin ose jo të ankimimit të qeverisë mbi pezullimin e Belinda Ballukut nga GJK. Situata ka shpërsuar përplasjen mes ekzekutivit dhe gjyqësorit, duke rritur tensionet institucionale rreth kompetencave dhe pavarësisë së secilit pushtet. Kreu i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumani, si dhe drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit Joni Keta, po zhvilloi një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar. Ata u pritën në takim nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar, Graham Biggar. Gjatë vizitës, Biggar i ka dhënë një certifikat mirënjohje Dumanit për lidershipin e tij për të nderuar guximin dhe integritetin e tij në luftën kundër krimit të organizuar dhe përpjekjet e tij për drejtësi. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi sot emërimin e drejtuesit të ri të Byros Kombëtare të Hetimit me 11 vota pro. KLP shqyrtoi dhe miratoi propozimin e prokurorisë së posaçme, e cila rreth 2 javë më parë propozoi Joni Ketën për një mandat 5 vjeçar në krye të BKH-s. Partia Demokratike tërhiqet nga procesi i zgjedhjes së avokatit të popullit për shkak se pretendon se Partia Socialiste kërkon të kap garën duke votuar një kandidat të kërkuar prej tyre. Sali Berisha shpreh se nuk do të marrin pjesë në votim dhe se kanë tërhequr firmat për çdo kandidat të propozuar. Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në procesin e votimit për avokatin e popullit. Kjo është deklarata e Sali Berishës gjatë konferencës me gazetarët, ku u shpreh se PS kërkon të kap procesin. Demokratët shprehen se janë tërhequr nga firmat që ju kanë dhënë kandidatëve të caktuar dhe kërkojnë që në kuvend të depozitohet një listë prej 6 kandidatësh, të gjithë të propozuar nga demokratët. Opozita ka tërhequr të gjitha firmat për kandidatura të tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë, të cilat janë Besim Rëgjoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, Aranita Braja, Haluci, Dardan Mustafaj. Këta janë kandidaturat tonë. Uluzim Manja thotë se nuk njoh tao. Me uluzim nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklaratë të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Por cili është kandidati që opozita pretendon se është i PS-s? Është Enri Shabani. Kreu i PD-s u ndal edhe tek gjykata kushtetuese, për të cilën tha se është në një presion në rritje nga Rama, me qëllim për të rrëzuar GJK-on në lidhje me masat e sigurimit që ka marrë ndaj Ballukut. Sulmet nga gjykatës kushtetuese në këtë çështje janë të papara ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kërcënimet, paritja dhe metodat të tjera kriminale po përdoren nga mëngjesi gjendar. Pikërisht për shkak të tyre gjykata, në kundërshtim me çdo ligj dhe precedent, pranoi të shqyrtoj kërkesën dhe u dha dhe kohën e mjaftueshme për të ushtruar të gjitha format e presionit. Sa i takon ligjet e paketës fiskale, Berisha tha se PS kërkon që të pastroj paratë e karteleve të drogës. Ligji është një mundësi ligjore për pastrimin e parave nga klanet e drogës dhe të krimit.
ndërtimi në Shqipëri është lavatriçja e parave të drogës më e madhe në Europë. Ne kërkuam të bëhen publike 3.000 bizneset që përfitojnë, si dhe çdo emër biznesi që përfiton më shumë se 50.000 euro, por edhe kjo u refuzuar në mënyrë kategorike. Kemi bëritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ftoj të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak ju lë në shoqërinë e emisionit Në Shënjestër me kolegen Klodiana Lala.